وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Të gjitha falënderimet, lavdërimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë Jalla Jalaluhu e adhurojmë, prej Tij ndihmë, falje, mëshirë, udhëzim dhe të gjithë mirësit I kërkojmë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dashurin e Allahut Azza wa Jall dhe të dashurin e zemrave tona, Muhammedin të birin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik, fisnik dhe trima, dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, pas falënderimit Allahut Azza wa Jall, falenderoj hoxhën e nderuar doktor Kujtim Ahmetin, I cili ma dha mundësinë që t'ju drejtohem juve sot në këtë hutbe, edhe pse unë nuk erdha për me fol, por erdha për të dëgjuar, dhe për këtë arsye nuk e informova hoxhën se do të kaloj në xhami. Mirë po, hoxha erdhë më herët dhe më pa dhe shprehu dëshirë që unë t'ju drejtohem dhe ta mbaj ligjëratën e kësaj dite dhe këtë hutbe. Allahu e shpërbleft, Allahu e nderoft dhe me Gjennetul Firdaus ja kompenzoft në shoqërinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij Abu Bekrin, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dhe me të gjithë besnikët, shahidët dhe njerëzit e mirë. Pastaj të nderuar vëllezër, nuk ka dyshim se ne jetojmë në një kohë të trazirave, në një kohë e mbushur me fitne, sprova, lodhje, dhe shpeshherë besimtarët mbërziten, ndjehen të trishtuar, vallë a do të ketë mirësi pas këtyre fitneve, sprovave. U përgëzoj vëllezër të dashur, pa dyshim që mirësit do të vinë, nga sa ato janë të garantuara prej anës Allahut Azza wa Jall, dhe na ka informuar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se fitoria ju takon besimtarve, ju takon muslimanve. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: "Wal aqibatu lil muttaqin." Fitoria përfundimtare është për të devotshmit. Mirpo, ky pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu Azza wa Jall e dërgoi rahmeten lil alamin, mëshirë për mbar botrat, na informoi për atë çka ka kaluar, por na informoi edhe ato çka ndodhen në kohën e tij, dhe na informoi për ata çka do të vinë pas tij. Derisa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu Azza wa Jall ma ofroi mua dunjan prej lindjes në perëndim, dhe e pash se çka do të ndodhe deri në ditën e fundit. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith: "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il layl al muzlim." Tha, shpejtoni në vepra të mira, o ju musliman, para se të vi do fitne, do sprova, do lodhje, do brenga, sikurse ato copzat që binë në errësirën e natës. Çka do të thotë kjo, ju vëllezër? Para mendoni, nëse dikush të përgatit ndonjë kurth natën, a ke mundësi me e vëret kurthin? Nuk ke mundësi me e vëret. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vinë do sprova që atë shumë do t'ju angazhojnë juve, që nuk do të keni mundësi që të merreni me to, me vepra adhurime ndaj Allahut Azza wa Jall, duke angazhuar me sprovat e dunjas.
se si ti zgjidh një ato. Prandaj angazhoje tash veten me ibadet, angazhoje tash veten me lodhje. Lutja Allahut Azza wa Jall që kur të vinë ato ditë të vështira, nga se askush prej nesh nuk ka garanci do të shpëton nga ato fitne të cilat vinë, dhe nuk e dim ne se kur do të arrin ato. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur fliste për Dejjalin, fitnen më të madhe e cila do të ndodhë në rruzullin toksor, që nuk ka parë toka ashtu fitne dhe ashtu sprove, nuk janë sprovuar donjëherë njerëzit me ashtu fitne. Sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë, na dukeshte se sikur Dejjalli është shef pas palmave dhe është hazër për me dalë, ndërsa ne aq larg e shohim. Hajtë se ne nuk e mbrim, ndoshta edhe gjeneratat tona, fëmijët ton pas nesh nuk do të arrijnë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, bu'ithtu ana was-sa'a ka hatayn. Tha jam dërguar unë, pra më ka zbrit shpallja dhe jam dërguar si pejgamber unë, dhe afërsia e kiametit tha është si këto dy gishtat. Disa dietar kanë thonë si afërsia mes këtyre dy gishtave, e disa të tjerë kanë thonë sikurse gjatësia mes këtyre dy gishtave. Pra aq afër. Allahu Azza wa Jall thot, iqtarabati as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Është afruar kiameti dhe është nda hona në dy gjysa. Dhe ju e dini se në kohën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam hëna u nda në dy gjysa me kërkesën e pabesimtarëve të asaj kohe, si mu'gjize për me vërtetu shpalljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Azza wa Jall thot, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Thot Allahu Azza wa Jall, jo është afruar njerëzve dita e llogarisë. Pra Allahu Azza wa Jall e ka përshkruajtur në Kur'an aq afër kiametin sikurse hapja apo mbyllje e syve. Ndërsa ne të angazhuar me lodhjet e dunjas, me sprovat e dunjas, nxito pas dunjas, jepu pas dunjas. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mal faqra akhsha aleikum. Nuk friksohen për ju nga fukarallëku, se do të vijë një kohë prej shenjave të kiametit, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që aq shumë do të shtohet pasuria, shumë me bollëk. Mirë po thot, kam frikë për ju se do t'ju zgjerohet dunjaja, do t'jepeni pas dunjas. Fatanafasuha. Thot do të bëni gara si që bën ata gara të cilët ishin para jush, kush të arrin më shumë për dunjas, e pastaj thot ajo do t'ju shkatron juve, ashtu si i shkatroi ata të cilët ishin para jush. Fitnja e dunjas, fitnja e bollëkut, luksuzit, pasuris, fitnja sprova e grave e bën njeriu që të harron ahiretin, e bën njeriu që të harron ditën kur do del para Allahut Azza wa Jall, e bën të harron vdekjen, për të cilën thot se është më afër. Allahu Azza wa Jall thot, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ne jemi më afër ti se sa damari i tij, arteria e tij kryesore në qafë. Pra vdekja vjen shumë shpejt, bila Allahu Azza wa Jall thot, huwa alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Thot është ai i cili e krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar juve se cili është më vepërmir. Prandaj një ditë prej ditëve erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulullahi, mata as-sa'a. O i dërguar i Allahut, kur është kiameti? Ora e fundit, caktimi i fundit, kur është? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma a'dadta laha. Çka ke përgatit ti për ditën e fundit? Mos pyet për terminin kur është, kur do të vije, ajo pa dyshim që do të vije, nga se Allahu Azza wa Jall na ka informuar se ajo do të vjere. Mirë po ti brengosu dhe mërzitu, çfarë ke përgatit për atë ditë, për takimin me Allahun Azza wa Jall? Sa namazi ke bë Allahut Azza wa Jall? Si e ka adhuru Allahun Azza wa Jall? Çfarë din ti për njerësimin ndaj Allahut Azza wa Jall? A e një domethënien, a e kupton domethënien e shahadetit apo nuk e kupton? Po me zeqatin si i ke punë, po me Ramazanin si i ke punë,
po me haxhin si I ke punë me 5 shtyllat kryesore, që nëse njeriu I përmbahet këtyre me lejen e Allahut Azza wa Jall do të shpëton në ditën e gjykimit. Erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I tha ja Rasulullah, nëse I fal 5 kohë namaz, e agjeroj Ramazanin, e jap zekatin, tha a do të jem I shpëtuar? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po. Tha ja Rasulullah, as nuk do shtoj e as nuk do të paksoj. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq. Ka shpëtuar nëse është I sinqert në atë që e thot. Allahu Azza wa Jall nuk kërkon shumë prej neve. O ju vëllezër, fitnet çdo ditë shtohen. Çdo ditë shtohen. Mirë po, neve a jemi interesuar se si me shpëtu prej këtyre fitneve, prej këtyre lodhjeve, prej këtyre angazhimeve, çka kemi përgatit neve. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e fitneve me çka më u angazhu? Ibadatun fil harji ka hijratin ilayhi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, adhurimi në kohën e fitneve, me I bë ibadet Allahut Azza wa Jall e ka shpërblimin sikur me pas emigru te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vallë pse? Sepse njerëzit janë në gaflet, janë të pavëmendshëm në kohën e fitneve ndaj adhurimit të Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye pse namazi I natës, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është nderi I besimtarit? Se kur të gjithë flejnë, janë të pavëmendshëm, ti qohesh dhe vetmohesh me Allahun tënd dhe I bën Allahut tënd adhurim, lutje. Për këtë e ka shpërblimin e madh. Për këtë quhet nderi I besimtarit. E për këtë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ibadeti, adhurimi në kohën e fitneve, sprovave, e ka shpërblimin sikur me pas emigru në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Medinë. Pse? Ju e dini se sa u përsekutuan muslimanët, sa vuajtën në Mekë, dhe nuk ishte e lehtë jo vetëm që në Mekë me jetu, por edhe hijretin për me e bosh për nguljen prej Mekës në Medinë ishte e vështirë. Nga se mushrikët, pabesimtarët e asaj kohe, nëse merreshin vesh që dikush për ngullet, shkoshin dhe janë ndërprejshin rrugën dhe ose e kthejshin në Mekë ose e mbytshin. Prandaj o vëllezër, ne duhet të informohemi se ajo çka do të vjen. Ajo çka do të vjen do të jetë më e rëndë se sa ajo çka ka kalu. Derisa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fitnet kur do të zbresin fitnes prova, besimtarët kur do t'i godisin dhe thot hadhihi muhliketi. Kjo fitnë është ajo e cila do të më shkatërrojë. Pas një kohe vin sprova ala më të rënda, ala më të vështira, ato që kanë kalu I sheh të lehta. Ato që kanë kalu I sheh të lehta, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Në mëngjes do të zgjohet si besimtar, kurse në mbrëmje si babesimtar. Allahu na ruaj. Prandaj vëllezër, lexoni për fitnën e Dejxhallit e cila vjen. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Dejxhalli do të jetë afër atë ditë kur nuk do të flitet më për të. Kur njerëzit do ta harrojnë provën e tij, atë ditë Dejxhalli do të jetë afër. Afrohet dalja e Dejxhallit, ndërsa ne nuk e dim këtë mashtrues për të cilën çdo pejgamber e ka informuar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, popullin e tij nga fitnja e tij. Bile thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ju sprovoheni në varr. Në varr e ka përshkruajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fitnën provën e varrit ngjajshëm me fitnën provën e Dejxhallit mbi tokë. Për shkak të vështirësisë së asaj dite, atyre ditëve, ai 40 ditë do të jetë në tokë, mirë po dita e parë do të jetë e gjatë sa një vjet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dita e dytë sa një muaj, dita e tretë sa një javë dhe ditët tjera janë normale, kthehen ashtu sikur se ç'kan qenë. Mirë po ai do ta hecë tokën prej lindjes në perëndim, përveç se në dy vende, në Mekë dhe në Medinë, nuk do të ketë mundësi që ta hyjnë nga se e ndalojnë melekët. Ai do të shpallet si njeri I mirë, e pastaj do të thotë se jam pejgamber, e pastaj do të thotë naudhu billahi jam Allah, jam Zot. Pse? Se I thot tokës nxjerri mirësitë e tua, I nxjerr, I thot qiellit zbrit e shiun, e zbret, I thon a ke dëshirë me ta ngjall babën, me ta ringjall, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I thot një shejtani me e marr formën e babës ton dhe e merr dhe ti I beson pastaj sikur se Zot. Pra, peshen këto janë disa, ai ka edhe më shumë.
edhe më shumë. Prandaj të informohemi ato çka do të vinë, si të shpëtojmë. Si Allahu Azza wa Jall të na mbron prej fitneve dhe sprovave të dunjas, sprovave dhe fitneve të cilat do ndodhin para ahiretit, para ditës së gjykimit. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na shpëton nga sprovat dhe fitnet e dukshme dhe të padukshme. Allahu shpërblet për sabrin dhe dëgjimin. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na mëshiron. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Të nderuar vëllezër, disa shkaqe për më shpëtu prej fitneve dhe sprovave të cilat vinë, dhe fitnet padyshim që do të vinë. Për këtë arsye dhe ulemat e mëdhej në librat e tyre të sunetit, ku kanë grumbulluar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë venduar kapitulli Kitabul Fitan, kapitulli i fitneve dhe sprovave, dhe aty i kanë përmend të gjitha fitnet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar të cilat do të vinë. Prandaj prej shkaqeve që njeriu më shpëtu në ditën e gjykimit, që njeriu më shpëtu në këtë botë para ditës së gjykimit prej fitneve dhe sprovave, është takuallahu, devotshmëria. Tha Allahu Azza wa Jalla: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Tha, ata të cilët i friksohen Allahut Azza wa Jall me devotshmëri, Allahu Azza wa Jall për çdo breng dhe lodhje do t'ju bën zgjidhje. Për çdo gjë që i mundon ata, do t'u hap rrugët për me shpëtu prej tyre, e do t'u shpëton edhe prej fitneve të cilat do të ndodhin. Pastaj e dyta, ju vëllezër, kapja fort për Kur'anit dhe sunetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, ku tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutbën e fundit të tij në haxhin lam tumirës, tha: "Taraktu fikum amrayn ithnayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Tha, kam lënë mesin tuaj dy gjëra që nëse kapëni fort për tyre, kur nuk do të humbitni. Kitab Allah, e librin e Allahut dhe sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kapuni fort çdo sunet që e njeh dhe e ke dëgjuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zbatoje dhe ke kujdes se kënd e dëgjon në këtë kohë, prej kujt e merr diturinë në këtë kohë. Se ka mundësi që dalin njerëz të pa autorizuar, njerëz që nuk i njeh dunjaja për hoxhallar, njerëz që kërkun kur nuk është hul dikund me mësu dhe ta shpjegon dinin e Allahut Azza wa Jall shtrembët dhe në mënyrën e gabuar, ndërsa zemra jote infektohet me fjalët e tij dhe pastaj e pason dhe e ndjek dhe përfundon në devijim. Allahu na ruaj. Pastaj vëllezër, e treta, me u angazhu me ibadet, si tham, që përmendëm. E katërta, me bë durim, sabër. Pas Allahu Azza wa Jall thot: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu billahi, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Thot: "O ju të cilët keni besuar, kërkoni ndihmë Allahut Azza wa Jall me shka? Me durim dhe me namaz." Thot Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala, thot Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar me dy gjëra. Nëse njerëzit i lejnë këto dy gjëra, Allahu i sprovon. E para ka urdhëruar që të thohet e vërteta, dhe e dyta me bë durim. Kur njerëzit nuk e flasin të vërtetën dhe nuk bëjnë durim, Allahu Azza wa Jall i sprovon. Pastaj o vëllezër, me u distancu prej njerëzve dhe vendeve të fitneve, sprovave, ku shpërndahen ato. Nëse dëgjon që dikund është shpërnda diçka, mos shko atje. E tash, mos hyn në rrjetet sociale ku shpërndahen fitnet. Mos hyn në Facebook ti hulumtojsh dyshimet në fe.
Mos hyn TikTok ti hulumtojsh dyshime në fe. Mos hyn Instagram që të devijosh ta sprovojsh veten tënde, po angazhohu me librin e Allahut Azza wa Jall dhe me ibadet. Allahu Azza wa Jall nuk do të pyesë për filanin, Allahu Azza wa Jall do të pyesë për veten tënde. Prandaj siç e përmendi edhe hoxha në fillim të dersit, kujdesu si më shpëtu unë veten time si më shpëtu një herë. E pastaj angazhohu për familjen tënde, për të afërmit e tu, dhe me lejen Allahut Azza wa Jall do të jesh i shpëtuar. Dhe e gjashta apo e pesta prej tyre, emigro nga ato vende ku shpërndahen fitnet, lodhjet, provat. Qysh me emigru tash? Mos me i frekuntu ato faqe në internet. Mos me i frekuntu ato faqe, mos me i ndjek ato njerëz, sepse e sprovon fejen tonë, dinin tonë. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na lehtëson atë çka vjen. Lutim Allahun Azza wa Jall që muslimanët anë kanë botës me fitore t'i gëzon. Lutim Allahun Azza wa Jall që muslimanët të cilët prej muslimanëve kanë ndruar jetë, Allahu Azza wa Jall ti mëshiron dhe me xhennet ul firdaus ti gradon. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na përforcon dhe të na bën thebat deri në ditën kur do të takojmë Allahun Azza wa Jall dhe të na bën në shoqërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shoqërinë e sahabëve dhe besnikave, dëshmorëve dhe njerëzve të mirë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد